Ma e keqja që e bujmë gjatë Ramazanit është që na e vazhdojmë tani me hongër deri sot flen. Pa duhet, a supozohet që duhet si shtatzani që thojmë me hongër për 2 persona dhe në Ramazan mu shqy komplet. Me hongër për 2 ditë. Po, për 2 ditë. Jo, absolut. Dhe me thonë, nëse vaktet janë të plota, nuk ka nevoj me hongër një vakt tret. Se është shumë vonë, edhe buhet tepër vonë. Ka mundësi eventualisht për shanë në jarrore, se ndikojnë tepër mirë edhe për kanë yndyrna të shëndetshme, kanë minerale, ndikojnë edhe për qëndrem, ndikojnë edhe për me stabilizu prodhimin e melatoninës edhe për gjumë, se normal se çrregullohet edhe gjumi gjatë Ramazanit, bëhen arrore, për shembull arra, fara, eventualisht ndaj smoothie për shembull me ndaj frut, po me indeks glikemik sa më të vogël që nënkupton për shembull ndaj mulle gjelbërt, për shembull ndaj diçka që nuk ka, për shembull banania ka shumë sheqer. Nuk preferohet shumë. Të mullat, arroret ose ndaj tas me kështu kefir me fara që e përgatitim paraprakisht, çdo gjë që ndihmon tretje. Po. Jo që ngarkon tash trupin. Këto që shoqërojmë na kryesisht me ëmbëlsira, çajin,